الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه إلى ما دارت القمران أما بعد فلندريمت dhe lavdërimet takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhaleshanhu dhe dëshmojmë që Muhammedi është robi dhe dërguar Allahu xhaleshanhu. Allahu madhruar na thot: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Duke përmendur hijreti i dërguar Allahu xhaleshanu për në Medina, që njerëzit që janë në Medina kanë dhënë vend jo vetëm për profetin sallallahu alaihi wasallam, po për gjithë besimtarë që kanë ardhur dhe kanë dëshira shumë, duan me gjithë zemër që njerëzit të bëjnë udhëtimi, bëjnë imigrimi tek atyre, nuk janë ngusht nga zemra. Yuhibbuna man hajara ilehim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dhe çfarë japin, çfarë kanë dhënë nga pasuria vet për vëllezër që kanë ardhur, nuk gjen asnjë ngusht në zemra gushtimi ose diçka e vështirë për të harxuar për ato vëllezër. Po yu'thiruna ala anfusihim, edhe janë disa raste thot Allahu xhaleshanu që edhe pse kanë nevojë vet japin përparësi ato vëllezër që kanë ardhur atyre. Ashtu Allahu madhruar është duke lavdruar njerëzit ansarët vëllezër, se ansarët ose njerëzit Madina kanë një pjesë e madh që përhapur fe Allahu madhruar. Ne dim shumë mirë që dërguar Allahu xhaleshanu para sa i jep le vëllezër ato që kishin pranuar Islam, që jap le profeti alayhis salam për imigrimin për në Medina, ka dhënë le për Ethiopia, për Abisina. Për Abisina patjetër ka dhënë vend për qëndrim, por nuk kishte marrë pjesë ose nuk kanë bërë ftesë dërguar Allahu xhaleshanu të hapet fe Allahu madhuar. Edhe aq muslimanë sa kanë bërë hijrat aty, kanë qëndruar atje aq kohë sa kishte saktur Allahu xhaleshanu 5-6 vit, edhe janë i kthehur, edhe Abisina pranon Islam me vonë në kohën e sahaba kur Islami shkon në Afrika. Kurse Medina, njerëzit Medina kanë bërë ftesë, edhe jo vetëm ftesë, kanë bërë forcë dërguar Allahu xhaleshanu në viti 12 pas profecia që o dërguar Allahu xhaleshanu deri në sa do rishti mes nesh, mes njerëzit, mes në Makka, në ka që vështërsi në problem. E pare erdhen para një vit edhe thanë ne duam një njeri që na mëson fe Allahu xhaleshanu se ne nuk dim të shpjegojmë njerëzit tonë, edhe nuk janë duke pranuar fe Allahu madhuar. Po kur ti dërgosh një njeri ai ka për të shpjeguar edhe gjithë Medina pranohet Islami. Edhe ashtu dërguar Allahu xhaleshanu në vitin 11 ka dërguar Musab ibn Umair radhiyallahu anhu. Edhe me përpikje atij Allahu xhaleshanu ka hapur feja në çdo shtëpi e Medinës. Edhe vitin 8 erdhen 72 burra, 14 gra, edhe kanë ardhur me shalin që dërguar Allahu xhaleshanu do të thrasin tu në Medina. Edhe kanë iftuar, kanë bërë marrëveshje me profeti alayhis salatu wassalam natën e Aqabas në Mina. Edhe pastaj ishte procesi që ne dim që dërguar Allahu xhaleshanu ka arritur në Medina. Pas ardhjes në Medina dërguar Allahu xhaleshanu puna e pari pas ndërtimi xhamie që kishte filluar ka bërë vëllazëri mes dy vëllezër, mes dy besimtar. Njëri nuk ishte detyrueshëm për herë që të janë njëri nga muhaxhirë dhe njëri nga ansar. Për shembull Salman Farsi ishte në Medina, edhe ai ishte skllav tek një jehud. Ne kemi folur disa herë që Salman Farsi radhiyallahu anhu ka bërë udhëtimi nga vendi vet për të kërkuar e vërteta, edhe shumë vit, disa thonë ma shumë nga 100 vit, se
Salman Farsi është një nga shokët Profet alayhis salam që ka jetuar sipas muhaddithin, nga muhaddithinët që janë shumë me llogarie i fortë, edhe me kritik që kanë bërë, ato kanë thënë mosha 281 vit. Disa ka thënë më shumë nga 300 vit. Po 281 vit i shkron Ibn Hajar rahimahullah. Ai thotë ka jetuar 281 vit Salman al-Farsi radhiyallahu anhu. Edhe pas dërgoi Allahu xhaleshanu, Allahu si ishte saktur, ai ishte babi i tij ishte kryeplaku ose mund të themi ne sot deputet ose kryebashkiak në vendin e vet, Asfahan. Akoma qyteti ekziston Asfahani në Iran. Edhe i pasur ishte shumë, edhe jo vetëm i pasur, po ishte edhe fetar, do më thënë ishte hoxha feja vet. Edhe mua kishte futur në shkollën e fes, Salman Farsi tregon. Por kuriozitet ishte, çdo student i fe ka qef dije. Edhe tha unë kur kalova një ditë nga një kisha, pas që adhurimi atyre është me dushmë nga ne. Ato adhuroshin zjarë, iranian, kurse krishterë adhuroshin statuj Isa alayhis salam, po prapë përmendishin emrin Allahu xhalesham. Tauhid ka në goja atyre, edhe pse nuk adhurojnë tauhidit Allahu madhruar vetëm. Edhe hyrën në kisha, edhe mua pëlqeu me njëra atyre lezimi Taurati, Bibel, çfarë ishin Injili. Edhe kur erdha i shtëpia përmenda para babi, nga atë ditë babi ma u lidhi. Edhe unë, nga që isha shtëpia i madh, punëtorët, shërbetorët ishin në shtëpia, me njëri isha lidhur, ai ati dërgoja letra të kisha edhe pyeta që kur shkon një delegacion nga ju në vendi fe, ku është në qendra? Edhe ka thënë qendra është në Xhami Aksa. Edhe kur ikën atje tham ala e meroni. Edhe ashtu dodhi një ditë, atë ditë Salman al-Farsi u prishi ato, sa ishte gati ka fillim, po para babi tregon që sikur jam ashtu. Edhe pastaj me karvani vin. Ne kemi dëgjuar disa herë, edhe fund fare Salman Farsi vin na me një karvan, ai karvani ka bërë tradhtim, edhe ka shitur Salman Farsi si sklav, edhe ka marrë një jehud në larg nga ato vende ku janë sot shtëpitë e kombi Samudit. Al-Ula quhet. Arabia Saudit ka akoma ato vend Ula. Atia. Një jehud nga Medina bën vizita atij shtëpia. Kushiri. Edhe jo thot, kjo punëtor është shumë njeri punëtor mirë edhe ndryshmë është komplet, është shumë njeri mirë, a ma e dhuron marrë në Medina se në baqen tim për të punuar. Edhe ai ka dhenë mere. Ashtu fati Salman al-Farsi radhiyallahu anhu erdhi në Medina. Edhe pastaj në dim historia, ai ka pranuar Islami. Dërguar Allahu xhaleshanu kur erdhi në Medina, ky pronari Salman al-Farsi është duke bërë biseda me shokun e vet. Erdhi ai, gjithë janë rrethuar, në një ditë është hapur gjithë Medina, gjithë Kuba është mbushur. Salman Farsi dëgjon, është në pemë sipër hurma. Edhe ka fillu ga i knajsi i madhë, se për këtë Salman al-Farsi ishte pasur në shtetin e vetë, a i gjithë ka verë, ka pranuar gjithë ato sikleta o vështërsi edhe është punëtor sot, nga i shkaku ta gjene e vërteta. Edhe nga mësuesi fundit, krishteri fundit që ishte në Nasibin, në qyteti afër Xhami Aksa, a i ka thënë, nuk ka asë një njeri në feje vërtet sot në sipërfaqe toka, por profeti fundit ka momenti, jam duke parë, aroma, që është për të, shumë i shpet ka për të shpallur. Edhe ajo është vendi hurma Medina. Edhe Salman Farsi kishte arritur, tani dëgjon fjala edhe u ndridh kampa ka i knajsi, para sa bie vet, ka zbritur vet. Edhe tha, ha, çfarë duke folur? Ai nga nerva që ka parë jehudët, vlezar, ne nuk kuptojmë dot këtë gjë. Që çfarë ka gjetur humbja i madh jehud kur kanë parë që ai është profeti i vërtet, ashtu siç Musa alayhis salam ka përmendur në Tauret. Edhe nuk erdhi nga fisi jon, ai është nga Makka. Mendoni një popull që kanë menduar për he me syri ulur jehud, kanë thënë idhujtar janë. Edhe pse janë fëmijë të Ismail, idhujtar janë. Allahu ka për të zgjedhur profeti fundit nga idhujtar, nuk merr veshin nga hurma ben Zot. Rrotullohen në Kaaba rreth idhujt, kur kanë nevojë për të gjetur një fat ose për të marrë një fal,
marrin si gjeta, edhe thonë po, jo, a i idhujt edhe pranon. Ne musliman, sot jemi duke parë që si bëjnë ato pabesimtarët, edhe neve na vinë çudia që si kërkojnë. Ashtu ishin jehud duke parë njerëzit Makka. Atëherë nga ai kom, ku ka për të ardhur profeti? Nuk kishin menduar njëherë. Por dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kjo është i zgjidhja e Allahu xhallahu shanu. Allahu jep kedo. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu është i zgjedhur. Edhe kur kanë parë nga ardhja e dërguar Allahu xhallahu shanu, nga 12 vit ato ishin në komunikim. Nëse ne hapim sura Yusuf, nëse ne hapim sura Kahf, ato shpjegimet sura Kahf, pse është i shkaqet, pse është i zbritur sura Kahf, pse është i zbritur sura Yusuf, tregon ngjarja që jehud nga Madina kanë dërguar pyetje tek Kureshët. Nëse ky personi e vërtet është dërguar Allahu xhallahu shanu, pyesni këtë pyetje, që si është halli ai profeti që ka humbur djalin e vet deri në 40 vite dhe ka humbur syt, edhe pastaj janë bashkuar. Edhe Allahu xhallahu shanu ka treguar sura Yusuf me aq detaj, me aq bukuri që nuk ka në Tauret, me aq detaj. Nga fillim deri në fund, biles Kurani si ngjarja e sura Yusuf nuk ka përmendur asnjë ngjarje tjetër. Se ngjarje tjera Kurani ka përmendur vetëm pjesa që kishte nevoja për hidajet e njerëzit. Kurse ngjarja e Yusuf alayhis salam ka përmendur nga familja e Yusuf alayhis salam, nga lindja e tij, rritet, vet ashtu deri në fund. Edhe jehud gjelën habitur. Ashtu kur kanë bërë pyetja për njerëzit i shpelës, nuk dinte askush përveç jehud këtë histori njerëzit i shpelë, që 7 veta janë ngelur ashtu 309 vit duke fjetur gjumë. Edhe Kurani ka treguar me gjithë detaj. Bile ka përmendur disa gjëra ekstra që ato kishin marrë bashkë me ato ishte një qenë kujdestar. Edhe ashtu jehud kanë arritur bindja që kish profeti i fundit. Problemi ishte këtu tani. Pengesa ishte që pse i s'ka ardhur nga fisi jon, edhe nuk ishin gati për të pranuar. Atëherë ky personi kur ka dëgjuar nga Salman Farsi që është duke interesuar për dërguar Allahu xhallahu shanu, me inati ka rahun një shpullë i fort në faqen e Salman. Shko, puno jot. Feja jot është shife vëllezër, kur njeri bën punë me inat. Feja jot është më e mirë nga i që ka sjell ai. Minimum mas kishte thënë që hajde behu qefut, pa ai nuk thënë dot, se qefut janë vetëm fis. Edhe minimum kishte thënë i ktheu krishter, po jo, feja jote është më mirë ashtu. Edhe Salman Farsi ikën, puna vet, basdita darka takon me dërguar Allahu xhallahu shanu, edhe historia është i madh. Unë jam çalimi se dërguar Allahu xhallahu shanu bashkon në vllazëri Salman al Farsi me Abu Darda. Abu Darda kush është nga shokët Profetit alayhis salam, shumë i devotshëm. S'ka lidhje hiç me dunia. Gjithë jeta vetëm ka bërë përgatitje ahiret, nuk bante asgjë me veten. Edhe Salman Farsi kishte lënë çdo gjë, shtëpinë e vet. Ashtu ka bashkuar njëri me tjetër, Salman al Farsi me Abu Darda radhiyallahu anhu. Dërguar Allahu xhallahu shanu bashkon është një shoku Profetit alayhis salam, Abu Ubaida bin Jarrah. Bashkon me Saad ibn Muadh. Ja shohim Abu Ubaida bin Jarrah radhiyallahu anhu çfarë bën në luftën e Badri. Babi Abu Ubaida bin Jarrah vin përballë. Një herë, 2 herë, 3 herë, për 3 herë erdhi, herës 3 ai ka vrarë babin e vet. Kush vret babin e vet? Po vetëm nga dashuria Allahu edhe nga urrejtja shirku ka vrarë, pse ai kishte luftuar, ishte duke luftuar nga ana. Tu Saad ibn Muadh ishte halif, besa me një fis Banu Qurayza. Banu Qurayza ditën kur është ndodhur lufta Handak, kanë bërë tradhtim mes luftë, kanë takuar me njerëzit Makka, edhe kanë thënë ne do hapim duart i shtëpit ton, ju hyni nga brapa, se ka në shtëpi nuk kishte ajo Handak. Edhe ju sulmoni mes natën muslimanëve. Kjo tradhtia ka arritur tek dërguar Allahu xhallahu shanu me shpallje. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu ka dërguar shokat ti për verifikuar që deri në kur është kjo lajmi të, domethënë jo nga shpallja, por si kanë plan ato. Edhe ka arritur dërguar Allahu xhallahu shanu që bëhet ashtu. Në këtë momenti Allahu xhallahu shanu ka dhënë fitore, dërguar Allahu xhallahu shanu ka dërguar një erë i fort, njerëzit Makka largohen. Pas largimi Makka, kur kanë larguar Qureshët, shokët Profetit alayhis salam edhe vetë dërguar Allahu xhallahu shanu vinë në shtëpi, pse një muaj
Nëse kemi bërë vizita Madina vlezër, 3-4 kilometra larg është ato qendrat e Handak. Edhe erdhën në qytet, rahatojmë, marrim dush, qetësohemi, flem gjumë, nga një muaj jemi jashtë gjatë lufta. Edhe akoma dërgoi Allahu xhaleshanu pa hyrë në dush. Vin Gjibrili. Edhe vin Gjibrili me pamje njeriu. Në kali ima, kështu, pamje i bardhë, si luftë, veshje luftë. Trokit dera dërgoi Allahu xhaleshanu. O Muhammad, ja Rasulullah, qëfar? Tha marrë dush, ratë. Jo, tha, lufta nuk është mbaruar. Keni Banu Kureza, që ato janë armik të një kuresor, që kanë bërë mes lufta këtë veprimi, shkoni atia. Dërgoi Allahu xhaleshanu me një regulon veshjet e lajmëron, as njëri nuk ka për të shkuar i shtëpia vet, as i s'keni për të falur ikindia. Ku ai ikinda ka hyrë. Po do falni ikindi pas arritja na lagjen e Banu Kurezas. Rrethoni kalaja dhe lagja e tyre. Edhe në këtë momenti, 25 ditë rrethimi, pas rrethimi, ato Banu Kureza ka thënë që ne do e zbresim, do dalim jashtë, do dorëzojmë arma çdo gjë me gjykimi, jo dërgoi Allahu xhaleshanu. Si me dërgoi Allahu xhaleshanu ka inat, nuk kanë pranuar Islam. Tha me gjykimi Saad ibn Muadh. Plezar, zemra gjerësia dërgoi Allahu xhaleshanu shifni. Ai është i pari, është dërguar Allahu xhaleshanu, i pari Madina është tani. Ai kishte thënë, lufta ka fituar, më para 10 ditë, 20 ditë, që jo, do e bëj gjykimi im. Unë do të bëj gjykimi. Sa okay, Saad ibn Muadh, edhe Saad ibn Muadh pse kanë zgjedhur se me Saad ibn Muadh, me fisi Saad ibn Muadh, para sa vin dërgoi Allahu xhaleshanu në Medinë ka shumë vit. Nga 100 vit fundit kishin besa njëri me tjetër, edhe ishin një fis. Armiku janë është armiku juaj, shoku im është shoku jonë, shoku juaj. Kjo ishte merveshja. Edhe tha, nga ajo lidhja që kemi ne, Saad ibn Muadh ka për të bërë gjykimi but për ne. Edhe Saad ibn Muadh atëherë ishte plagosur nga një gjeta që kishte ardhur gjatë luftës. Edhe dërgoi Allahu xhaleshanu kishte lënë një çadër afër xhamia të le të bëjnë njerëzit vizita aty edhe mjekimi aty e bëhet. Edhe dërgon një karrocë dërgoi Allahu xhaleshanu me kali me gjitha, edhe Saad ibn Muadh vin. Saad ibn Muadh kur vin, shokët Profetit alayhis salam ansarët që janë nga fisi i tij janë duke thënë o Saad, dërgoi Allahu xhaleshanu ka lënë në dorën tënde gjykimin. Çfarë do e gjykosh? Ajo është fjala fundit, edhe ne kemi qëndruar 100 vit fundit bashkë. Atëherë ti ke çik dora but ose dora lehtë. Saad ibn Muadh heshtur ri. Edhe thot ja Allah, në qoftë dërguari jot tani nuk ka për të luftuar me asnjë armik. Edhe nëse nuk është një uaj im i fortë i Allah, mua jep forcë, unë bëj gjykimi drejt, edhe pastaj mua jep vdekje. Po do të bëj drejtësi. Se nëse i të ndroj gjallë, ka për të thënë, o, pse bërë ashtu, po, mua në shahid bje, sa vit është mosha? Mosha është 34 vit. Nuk është një plaki, në më thënë që ka për të kërkuar i vdekja. Edhe, a i vinë avash afar, sa afron, ka thënë Saad, dërgoi Allahu xhaleshanu ka thënë, mas i qeso, mas e ngut, që je parë dërgoi Allahu xhaleshanu edhe duke bërë vendime gjykimi. Bej, çfarë Allahu xhaleshanu ka dhënë ty kuptimin tënd. Edhe Saad ibn Muadh thot, në Tauret është ligj që kush traston mes lufta, atëherë ati kombi luftëtar atyre vritet. Kjo është e gjykimi Taureti, jo Kuranit. Kurse gra edhe famit atyre lirohet, edhe plesh lirohet, edhe unë e kam qef të zbatoj ligjin e Taureti. Edhe kjo është mendimi im. Pastaj, sa i kthen, mua i ktheni në çadrën tim, kjo është mendimi. Edhe dërgoi Allahu xhaleshanu ka thënë Saad, ky ishte vendimi Allahu xhaleshanu edhe në arshin e tij. Mendo vëllezër, një njeri që nuk dinte deri në dijet të adhuron ni Allahu xhaleshanu, sot ka arritur duke qëndruar me dërgoi Allahu xhaleshanu që ka kuptuar çfarë është në Tauret, edhe jehud dishin këtë gjë. Që veprimi që kemi bërë mes luftë, kjo është vendimi. Kjo është Saad ibn Muadh edhe Abu Ubejda bin Jarrah. Shife, dy vëllezër ka bashkuar Allahu xhaleshanu, bashkimi i vëllezërve. Omar bin Khattab radhiyallahu anhu me Itban bin Malik janë vëllezër. Itban bin Malik qëndronte në Kuba. Tha ne kemi lënë, ne ishim shok njëri me tjetër, një ditë se puna, familja, jetesa, çdo gjë ka,
Da unë kam lënë që një ditë dërguar Allahu xhaleshanu, vizita dërguar Allahu xhaleshanu do të bëj unë, ditë tjetër do të bëj shoku im, vllai im. Edhe çdo ditë njëri me tjetra bëjshin ashtu, çfarë ka do diçka, çdo ditë fshilte lajmi shoku im, do më thënë Itban Malik radhiyallahu anhu, edhe ma tregonte çdo gjë. Ashtu ka arritur vlezër, inshallah në xhuman tjetër ne do tregojmë që shokët Profetit alayhis salam kush ishin njëri me tjetër vlezër, si kanë jetuar, edhe deri në moment, edhe tu tregohet argument që dërguar Allahu xhaleshanu pa dyshim ishte dërguari Allahu xhaleshanu, që ka arritur para sa të konë në takimi e pari akoma me vonë dalin frutat që janë shok njëri me tjetër edhe si ka për të dalë, por ka lidhur edhe si kanë bashkuar zemrën njëri me tjetër. Lusim Allahu madhruar Allahu xhaleshanu në jetën dërguar Allahu xhaleshanu, na jep kuptim, na jep dashuria në jetën e tij, praktikojmë sunnetet Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe urdhët Allahu xhaleshanu fusim në jetën tonë dhe inshallah Allahu xhaleshanu na jep sukses në këtë dunja dhe në dunja tjetër. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.